A e dini pse disa ushqime janë të ëmbla dhe disa jo? Mjalti, frutat, ëmbëlsirat në dyqane. Arsyeja është vetëm një molekull, quhet fruktozë. Nuk kemi të bëjmë me glukozën. Glukoza nuk është e ëmbël. Ne dimë glukozën sigurisht sheqeri, por në fakt sheqeri përbëhet 50% nga glukoza dhe 50% nga fruktoza. Pra ëmbëlsinë e jep vetëm fruktoza në çdo lloj produkti që ndodhet në natyrë edhe që ne provojmë. Shija ndihet në fundin e gjuhës, siç u thash në videot e mëparshme, në 1/3 mbape të gjuhës, dhe ato janë sensorët të cilat ndjejnë shijen. Dhe kur ne ham në atë 5 sekonda që ne përtypemi ose që ushqimi kalon në pjesën e mbrapme të gjuhës, ai është çasti i vetëm i kënaqësisë pse ne ham fruta, sepse në atë moment këto sensor japin sinjal në tru dhe dopamina rritet. Dhe dopamina rritet vetëm për aq sekonda. Kur ne mbarojmë se më përtypur ose të gëlltitur frutën, me fjalë nuk kam asnjë dëshire. Mëlçia dhe mos u shkaktohet prej dy arsyeve kryesore: frutat dhe alkoholi. Alkoholi jo direkt. Alkoholi thjesht në mëlçi ose edhe në tru disi, ai nxit prodhimin e fruktozës. Pra gjithçka që shkakton mëlçin të djemosur është fruktoza. Edhe vetë glukoza kur është me tepri, kur ne ham shumë karbohidrate, bukë, por themi brumra, kur ham shumë prej tyre, ne nxisim ose mëlçia fillon prodhon fruktozë, qoftë edhe sa për të rritur dëshirën për të ngrënë, më tepër. Përshëndetje miq, unë jam Vali. Do ju paraqes si gjithmonë për çdo lloj sëmundje që ne njohim sot, një këndvështrim ndryshe, fakte shkencore dhe fakte mjekësore mbi këtë lloj problemi që është shtuar jashtëzakonisht shumë në këto 30-40 vitet e fundit. Deri tani do mendoj se gjithçka që shkaktoi nga ose mëlçia djamosur ose ciroza shkaktoi vetëm prej alkoolit. Njerëzit që pinin alkool e dinin që do kishin probleme me mëlçi, dhe shkaktin dëmtime të rënda deri në vdekje, nga ciroza, që quhet koma hepatike. Mirë po doon në këto 30-40 vite e fundit, siç u thash, është parë jashtëzakonisht shtimi i madh i numrit të femrave dhe të fëmijëve. Hajde se mund të justifikoni të se po pinim fshehurazi, po alkool, po usumuar fëmijët me stratozë, me dhjam në mëlçi, edhe në pankreas. Edhe kjo filloi të krijojë ato studimet më thelluara për të parë pediatrët edhe shkencëtarë për të parë kush e shkakton këtë gjë. Dhe u mor vesh është fruktoza. Këto janë faktet mjekësore, këto janë faktet shkencore. Kush është problemi i fruktozës? Siç u thash, sheqeri është glukozë dhe fruktozë. Glukoza arrin të përdoret më saktë si energji nga gjithë qelizat e trupit tonë, nga të gjitha qelizat e trupit tonë, me anë të insulinës, sepse insulina vepron në çdo qelizë dhe insulina ndërvepron me glukozën dhe vepron në çdo qelizë të trupit tonë. Por fruktoza është ndryshe. Fruktoza është njësoj si glukoza, C6, H12 o 6, por aman ka një strukturë ndryshe, ka 5 këndore në fakt në vend të 6 këndores. Dhe nuk metabolizohet dot në asnjë pjesë, në asnjë inë të trupit tonë. Trupi jonë nuk e njeh dhe nuk nxit as insulinën në fakt. I vetmi organ që detyrohet jo ta heqë qafe, po ta metabolizojë, se s'ka ç'bën, s'ka kueçon, është mëlçia. Këtu fillon gjithçka. Kur ne ham fruta ose mjalt ose fruktozë në përgjithësi, fruktoza nuk ndikon, nuk ngacmon, nuk rrit, nuk trigger ose nuk ndërvepron me insulinën. Pra ne mund të ham fruktozë pure për flas dhe insulina nuk do rritet fare. Zakonisht fruktoza në natyrë ose në ushqimin tonë vjen bashkë me glukozën, kështu që insulina do rritet indirekt vetëm për atë dozë të glukozës. Po flasim si fruktozë, nuk bashkëvepron, më saktë nuk bashkëvepron me insulinën. Jo me insulinën, po me asnjë lloj hormoni tjetër. Nuk mund të futet brenda në qelizet të përdoret. Atëherë, siç u thash, mëlçia nuk ka kueçon dhe ka 3 mënyra ose 3 rrugë çfarë do bëj me këtë fruktozë. E para mund ta metabolizoj vetë, ajo arrin ta metabolizoj vetë në bazë të këtij reaksioni që shikoni më janë, mund ta metabolizoj vetë si energji dhe ta përdorë. Por në fakt ne kemi energji. Njerëzit që han edhe fruta pasi kanë ngrënë ushqim, nuk kanë nevojë për ta përdorë këtë frutë si energji. E dyta, mund ta kthej këtë fruktozë direkt në glukozë dhe në energji, ose mund ta kthej në glukozë dhe ta paketoj si glikogen, rezervat që mëlçia mban ka 100 mg, ka 100 gram sheqer tërkohës,
ose në dhjam, prapë kemi 400 gram rezervë. Dhe e treta, që ndodh më shpesh në fakt, siç ju thash, ne kemi energji, nuk kemi nevojë për ta përdorur si energji, është që e shndron në triglicerid, në dhjam. E shndron në dhjam dhe ose e nxjerrë në qarkullim nëse trupi do, po trupi nuk do se është plot me ushqim, ose do ta paketoj vetë brenda mëlçisë, do ta fut si rezervë ushqimore për ditë të këqija. Mund ta fusi në mëlçi, mund ta fusi në pankreas, e cila nuk dihet, shumë pak dihet, qoftë edhe nga mjekët sot, dhe sigurisht në dhjamin visceral, në të famshëm dhjam visceral që kemi folur disa herë, dhe që është, si më thënë armiku jon i sindromit metabolik. Sepse i vetmi, shkurtimisht me fjalë, dhjami visceral është i vetmi dhjam i cili nuk shumohet, zmadhohet, pavarësisht çfarë lloj ndikimi ose çfarë lloj hormoni ndikon në atë, ai vetëm zmadhohet si numër qelizash. Pra është një numër i përcaktuar qelizash dhe nuk shumohet. Nëse qelizat subkutane nën lëkurë mund të shumohen në varësi të proceseve hormonale të ndryshme, pra ndikohen nga hormonet. Dhjami visceral është i keq, ai brenda barkut gjithmonë. Kemi mëlçin e dhjamosur, nga një mëlçi normale, kjo fruktozë paketohet brenda. Ajo që quhet hepatosteatoza, si nga ana mjekësore. Stadi tjetër kur vazhdon dhe ne ajo ushqim, ajo dhjam i paketuar në mëlçi nuk po përdoret për ditë të këqija, siç tham, po ndërkohë vijnë fruta të tjera, dhjam tjetër, alkohol tjetër, me fjalë, dhe kjo shndrohet nga dhjam në fibrozë. Fibroza është kur, si më thën, ligament, kur bëhet si ligament dhjami, ose ngrin, ose bëhet nuk jepet. Kjo është fibroza. Dhe në kjo se vazhdon, pas disa vitesh mund të kemi cirozën e mëlçisë, të famshme që ju e dini, dhe ajo zakonisht shkallkon vdekjen dhe do shkaktoj vdekjen. Vdekja quhet ajo që shkaktoj për mësakt për komës hepatike. A janë frutat të nevojshme ose të domosdoshme për jetën tonë? Absolutisht ja. Frutat dikur në evolucionin tonë ishin ushqime, quheshin ushqime të mbietesës. Pra, ne mund t'i hanim ato vetëm për të mos vdekur urije. Në këto raste ato janë të justifikueshme, sigurisht. Por siç e shikoni këtu, ato kanë qenë dikur të vogla, jashtëzakonisht të vogla, bërthama ishte e madhe, kishin shumë më pak tull, kishin më pak ujë, kishin disi më shumë proteina dhe minerale ose pak vitamina. Por ndërsa sot janë të modifikuara gjenetikisht, ato nuk kanë pothuajse asnjë gjë. Statistikisht kanë 0.5% në total proteina, acide yndyrore, vitamina dhe minerale. 0.5%. Pra po ti marrësh gjitha në këto i bie 0.1% secili prej tyre. Është një vlerë totalisht e papërfillshme, nuk ja vlen ta hash për vlerat ushqimore që ka, nuk ka vlera ushqimore. Sa për kuriozitet, nëse do ne marrim 50 gram mish ose ham një vezë me fjalë, kemi marrë aq shumë përbërës, vitamina, proteina, acide yndyrore, sa për 5 kg, 10 kg fruta. Kjo është sasia e dozës së mineraleve, kur thonë që ha fruta se fruta do bëjnë mirë. Gjithashtu, frutat, mjalti, shuruprat kanë një raport, siç thash, fruktoza dhe glukoza vijnë bashkë në natyrë, janë gjithmonë të përbashkëta. Por aman në varësi të frutave të ndryshme, mjalti, shuruprat që përgatiten në mënyrë industriale sot, ato kanë një raport të caktuar. Sa më shumë fruktozë, nga 50% ato më shkojnë 60%, 70%, deri në 90% shuruprat që përgatiten sot janë kaq shumë të ëmbla, e fjalë që ju keni provuar diku me fjalë. Sikur më shumë të djegin edhe stomakun, kaq shumë të ëmbla janë, në shpikëri sepse kanë këtë fruktozë në nivele mbi pothuajse 90%, 10-90%. Mos harroni diçka. Glukoza, dëmi që shkakton në trupin tonë është sepse glikolizon ose karamelizon, sheqerizon, ose ngjit, më saktë fjala ngjit pjesëza ose qelizat të ndryshme organele brenda qelizës së tyre. Pra i kalb, si më thënë, i vjetron, i plak nga këto. Fruktoza në krahasim me glukozën e bën këtë efekt 7 herë më tepër. Provuar shkencërisht. Fruktoza, si më thënë, të plak, të rudh 7 herë më shumë se sa sheqeri. Pra, edhe këto teori do të thonë që
hani për të dukur të freskët, me fjalë, dëmton kolagjenin, më tro çfarë dëmton kolagjenin në mënyrë të tmerrshme. Nuk do në pak nga ana kozmetike nuk ka asnjë lloj vlere përveç se dëmton 7 herë më shumë se sa sheqeri ose se sa glukoza lëkurën tuaj. Mund të diagnostikohesh ose nëse ju keni konsumuar alkool shpesh ose fruta ose dhe ke fëmijë që keni rritur me shumë fruta, është mirë që të bëhet një kontroll me analiza gjaku. Kontrollohen 2 përbërës të tyre, 2 proteina, është ALT-ja edhe AST-ja. Kanë ato vlerat e tyre, më pak se 40 unitet për litër në bura dhe më pak se 31 unitet për litër për grat. ALT-ja dhe AST-ja, ato quhen normale. Nga 40 deri në 50 ato quhet e lehtë ose diamosja e mëlçisë, ndërsa në rastin e cirozave kur është mbi ALT-ja është mbi 100 unitet për litër, ndërsa AST-ja është mbi 60 unitet për litër. I keni në vlerat atje në laborator kur i bëni, po sa për të pasur një ide. Po keni parasysh ky raport ALT me AST me fjalë mund të rritet kur ju merrni ilaçe, disa ilaçe shkaktojnë këtë, një nga efektet e dëmshme të ilaçeve, mund të shkaktojnë të rritjen e ALT-s me fjalë ose diamosën e mëlçisë. Mund të kemi hepatite të ndryshme, vetë ciroza, do ketë se s'bën me fjalë, por mund ndodh në problemet e muskujve, dëmtimet e muskujve dhe sigurisht tek infarkti miokardit. Miokardi është muskul i madh. Kur ka infarkt të miokardit, do rritet ALT-ja dhe edhe ALT dhe AST raporti ndërmjet tyre. Më falni, boll me lajme të këqija deri tani. Mjaft të gjojtët me domate, por unë do mbrohem aq sa mundem, por të vërtetat, siç u thash, shkencore dhe mjekësore do ua them. Janë të vërteta që shkaktojnë 80%, mbi 80% të sëmundjeve tona, siç u thash në videon e parë. Atëherë kush janë lajmet e mira? Nëse mëlçia jote nuk ka arritur deri në atë stadin e cirozës, pavarësisht jeni alkoolik ose keni ngrënë fruta në mënyrë abuzive, ju mund të rekuperoni 100% mëlçin. Qoftë edhe një pjesë e vogël e mëlçisë të jetë akoma e shëndetshme, lajmi i mirë është që mëlçia është organi që rikuperohet ose rigjenerohet më shumë se çdo lloj organi tjetër. Por aman, nuk ju duhet ndihma në këtë rast. As e farmacistit, as e shitësit e tregu i frutave, elektricist, mjek hidraulik, këshillues holistik, mjek, nuk e di çfarë, popullor mjek, me gjethra dafine me çajra kineze. Jeni juve vetë. Mënyrën, unë do ju jap mënyrën edhe ju do shëroheni nga këto probleme. E para, asnjë frut më. Kjo është kryesorja. Sëmurësh nga kjo gjë, mos ha këtë gjë dhe nuk do sëmurësh me kjo. Nëse doni pa dashje ose ju insistoni doni të hani një kokër në 2 ose 3 javë, duhet që pas asaj të rini të bëni një fasting të gjatë, të bëni një agjerim të gjatë. Në mënyrë që mos ta lini këtë fruktozë të depozitohet si dhjam brenda në mëlçi, po të përdoret si energji. Edhe që s'na duhet fare. Po, hajde. Themi në këtë rast. Nuk ka asnjë lloj ilaçi që pastron mëlçin, kur thon ky ilaç ose ky çaj ose ky gjë ose pastron mëlçin. Nuk pastrohet mëlçia nga jashtë. Absolutisht, nuk ka asnjë çudi njerëzore. Jepini vetëm kohë trupit i cili të rregullohet ose të shërohet vetë. Dëmi që ne i shkaktojmë mëlçisë, ideja e shkaktojmë për shkak të padjes dhe për shkak të ushqimit të gabuar dhe këtij kaosit të madh të ushqimit në kohërat moderne, në ham të kaos kudo. Diçka, ka njerëz ose ka sidomos femra që janë mësuar për një kohë kohe, ato duan ose insistojnë të vazhdojnë të hanë fruta. Ju lutem, mos i shtrydhni. Nëse doni të hani një frut, hani një frut. Kafshoni ose prijeni me thik, me pirun, me çfarë doni, hani. Mos e shtrydhni. Nëse ju shtrydhni, ju do merrni dhe fusin 5 fruta brenda, ndoshta disa jeshile, disa proteina, një mix çudi bërë sa ky brenda. E para, do të thënë, ju do merrni në vend të një frute që ju duhet që ju ngo. Që do ndjeni të kënaqura, ju mund të pini 5, 6, 10 fruta njëkohësisht në 10 sekonda, në 15 sekonda. Dhe shikoni do që çfarë dëmi ose çfarë kaosi, çfarë rëmuje i keni krijuar ushqimit me fjalë. Dyta, zgjasni kohën e mos ngrënies, nëse keni cirozë ose dhjam në mëlçi, në pankreas dhe viscera.
Kur them zgjasjen e kohën e mos ndërrjes është terapia më e mirë ose dhurata më e mirë, ilaçi më i mirë që ne kemi në jetën tonë, që ne mund ta bëjmë, mund të mësojmë dhe ta bëjmë. Masim lloj fruti më në shtëpi, përpiquni të zgjasin kohën ditën e parë të 18, 24 orë, 36 orë, 48 orë. Kush do nëse është në raste të rënda të cirozës, një javë. Asnjë lloj, vetëm ujë, asnjë lloj, s'ka nevojë për asnjë lloj tjetër. As për mjek nuk ka nevojë për atë javë. Nëse do ta bëj më gjatë 2 javë ose 3 javë fasting vetëm me ujë, sigurisht do të konsultoj mjekun për të marrë një elektrolit jo të ëmbël. Flas për elektrolit. Natrium, kalium, klor, kalcium e tjerë. Të kësaj natyre. Edhe tjetra është si mund të përshtateni me dietën ose me ushqimin që do hani. Dieta më e mirë në këto raste për çdo lloj problemi jetës do metabolik, dieta e parë ose më e mirë është sa më pak karbohidrate dhe sa më shumë yndyrë. Duke e kombinuar me fasting, siç e thash. Unë bëj fast gjithmonë, kam 6 vjet që bëj fasting. Kjo është mënyra ime për shkak të stilit të jetës që kam. Dikush tjetër gjen një stil jetë tjetër, përdor keto diet ose carnivore ose çfarë do lloj gjëje, ose më pak, shumë pak sheqer. Unë kam bërë fasting, kjo është disa herë mund të ha karbohidrate më shumë, disa herë më pak, po ama më ndihmon fasting. Fasti është, siç e thash, është mrekullia, është mbreti i shërimit për të shëruar nga çdo lloj problemi të sindromit metabolik, nga të 80 problemet e sindromit, 80% të problemet e sindromit metabolik. Dhe si të thash, mos mbani asnjë frut, përpiquni të krijoni kërkoni ndihmë nga familjarët, nga kolegët, nga shoqëria, sepse do është një periudhë që ju do ndryshoni mënyrën e jetesës, se do shëroheni. Pra, flisni me ta dhe sidomos po keni dikoj që ka një problem të sindromit metabolik, jo vetëm mëlçinë dhe amosën, por edhe diçka tjetër, flisni me ta në mënyrë që bashk të bëni të njëjtën veprim ose të njëjtën dietë ose të njëjtin regjim jete. Jo më fruta, jo më alkohol, ushqimi sa më rrallë me fasting të zgjatur mbi 18 orë, se s'bën mbi 18 orë, dhe kur hani ushqim ushqimi të jetë me sa më shumë yndyrë dhe sa më pak ose zero karbohidrate dhe në mënyrë të moderuar proteina. Gjalp, mish, peshk, bez, shpend, qofte, kreviçe, ka sa të duash ushqim për të mos përdorur frutat, sheqert, ëmbëlsirat e tjera. Mirë miq, në videon e ardhshme do flasim për infertilitetin ke meshkujt dhe ke femrat, dy video të ardhshme. Ju falenderoj. Like, subscribe, nëse ju pëlqen këto video dhe i gjeni të kuptueshme ose të zbatueshme, përpiqem t'ua bëj sa më të thjeshtë mjekësinë. Mirupafshim, shihem video e ardhshme.